projekte muzikore e plane edhe jo vetëm. Të gjitha këto i zbulojmë në rubrikën E vërtet e pa vërtet. Menjëmentin e Loredanës për të qenë pjesë e ekipit në punët e ashme dhe turet që do e rikthejnë super yllin evropian pas një shkëputjeje. Gjithçka është thuajse mbyllur, por ende nuk ka marrë konfirmim zyrtar, i cili pritet të ndodhë brenda disa javësh, siç na thanë neve të prive, persona të afërt me ngjarjen. Rastësi apo jo, ky bashkëpunim i ri vjen paralelisht me një tjetër projekt, vetëse më afatshkurtër, duetit mes Mozik dhe Dafinës, dy ishave respektiv të Loredanës dhe Gik. Gjithçka ndodh për një arsye dhe kështu duket se do jetë edhe në këtë rast. Noizi bashkon forcat me MC Kreshën në Luricalson? Po, e vërtet. Pushimet duket si kanë bërë goxha mirë Noizit pas disa muajve të pandalshëm në muzikë e edhe me ca telashe për mësysh ka bizneset e harmonia familjare, disa javë zhdukur në tërësi i kanë dhënë rezultatet e veta. Lideri OTR bashkë me producent ka punuar në projekte të reja, të cilat vinë së shpejti. Prive mëson se një prej këtyre projekteve do jetë në bashkëpunim me Kreshën dhe Luricalsonin. Tema që do të preket në këngë nuk është risi, por do bëhet në stilin e reperve. Ata do i këndojnë 500-shes, pra banknotës roz, në një projekt që premton shumë. Kënga do jetë pjesë e albumit të ri të Noizit si e para e të treve bashkë pas disa projekteve veç e veç me njëri tjetrin. Mezi po presim. Lidhja merr fund me sherr për Zana Berishën? E vërtet. Ish Miss Kosova 2018, Zana Berisha ka qëndruar e heshtur këtë kohë. Aktive është veç në Instagram, ku po poston foto të denja për një blogere të vërtet nga vende të ndryshme europiane dhe pushime. Më sot ajo ka qenë prej kohësh në një lidhje dashurie e cila ka përfunduar së fundmi. Zana është single momentalisht pas një shkëputje jo shumë pasore e të mirë me partnerin. Burime për prive kanë precizuar se ka pasur tensione sherr mes tyre në një raport tërheqje mos e kput që për disa muaj është shoqëruar me ndarje mospajtime deri në shkëputjen finale. Detajet të tjera nuk janë bërë të ditura për momentin, por s'do thotë që njëjtë do jetë edhe në të ardhmen. Jemi akoma në fillim të emisionit, pas publicitetit rikthehemi me pjesën e dytë.